Atëherë kur dukej se I kishte mbyllur një herë e mirë problemet me drejtsinë dhe rivalët e tij, Filip Gjeloshi, një ndër personat me precedent të shumtë kriminal për policinë shqiptare, është tentuar të eliminohet fizikisht nga persona ende të paidentifikuar. I njohur si një prej të fortëve të Tropojës, shok qelie I Zani Çaushit, Gjeloshi është qelluar pranë banesës së tij në rrugën Siri Kodra në kryeqytet. Vrasja e mbetur në tentativë ndaj tij ka ndodhur rreth orës 21:30 së shtunës, teksa I dëmtuari kishte dalë nga një lokale po I drejtohej shtëpisë. Nga hetimet paraprake të agjentëve të krimeve kundër jetës dhe shëndetit në policinë e Tiranës, mësohet se mbi 34 vjeçarin është shëlluar të paktën 5 herë, duke u plagosur me 2 plumba, njëri prej të cilëve në kraharor. Këqyrit në vendin e ngjarjes dhe ekspertiza kriminalistike kanë hedhur dyshimet e para se plumbat kanë dalë nga një makinë nga një distancë e afërt, fakt I cili ka shpëtuar Gjeloshin nga vdekja. Errësira dhe mungesa e kalimtarëve në ato orë të darkës kanë favorizuar autorët e dyshuar për të larguar lehtësisht nga vendngjarja. Precedentët e shumtë kriminal të Filip Gjeloshit kanë bërë që grupi hetimor të shtrihë hetimet e tij në shumë pista, ku më kryesorja mbetet ajo e hakmarrjes. Në vitin 2006, Filip Gjeloshi rezistoi me armë për orë të tëra përballë Reneas në një shpellë në Lek Bibaj të Tropojës.